Ky është libri për cilin do të flasim në këtë pjesë të emisionit bashkë me autorin e tij, me zotin Gjevdet Kallaba. Do të mundohemi që të udhtojmë edhe ne nëpër autostopat e zotit Kallaba. Faleminderit shumë që jeni me ne, po e bëjmë kështu një promovim për herë të parë të librit, sepse ky ende nuk është promovuar ashtu siç do duhej, po e keni lënë pikërisht në emisionin tonë. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Faleminderit. Përse që RTK ka qenë një autostop gjatë jetës juaj kështu. Faktën unë kam qenë në RTK autostop. Po. Si e kujtoni kështu, pasi po e nisim këtë intervistë. Së radhëgove para se të hynim me shumë nostalgji. Do të them tani pak jam adaptuar, po në fillim kur jam kthyer prej Zvicrës në vitin 2000, sa herë që kam kaluar ka ndej më është dashur ta nxjerr fasoletën për të fshirë ato, sepse kam punuar një 14 vjetë dhe kem punu me vështirësit mëdha, ashtu të them. Edhe po besoj që pavarësisht që jeni largu fizikisht, ka qenë RTK-ja edhe në ato kohë dhe RTP-ja pjesë gjithmonë e përditshmërisë së juaj. E keni marrë me veten. Patjetër ka qenë e mbjellur tek unë dhe nuk diskutohet. Mirë, të flasim për librin, zotë Kallaba, diçka që e bëni kështu me shumë dëshirë dhe normalisht që lidhet kjo pjesa e publicistikës edhe me televizionin ku keni punu këtu edhe me të kaluarën tënde, po njëkohësisht edhe me tashmen. Na tregoni për librin përgjithësi. Faleminderit shumë që ke ardhur dhe para promovimit ta bëjmë po se tregojmë detaje pak a shumë për librin. Po është kënaqësi. Të them të drejtën, unë kam menduar këtë libër ta bëj edhe pak më vonë, po ja që kur i mbush 70 pastaj nuk dihet çka ndodh dhe vendosa që këtij libri t'i jap prioritet dhe 1-2 të tjerë t'i lë të presin. Para këtij libri kam botuar natyrisht edhe 4-5 libra të tjerë, por ky ka qenë një libër që më ka marrë vazhdimisht në nostalgji nga udhëtimet që i kam bërë atë kohë. Nuk ka qenë edhe lehtë në vitet 70 të udhëtosh autostop nëpër Evropë. Madje ti merresh një 100 marka apo 200 nëse kanë qenë mirë, ka qenë puna. Dhe t'ja mësysh në një rrugë pa e ditë se ku do të shkosh. Je nisë për në Evropë, po jam nisë për shembull për në Francë, po jam kthyer në Itali, sepse rrugës e kam taku dikën që ka shku për Romë, andaj jam shku në Romë, dhe atje kam dikën, shkoj te Arbresht e Kalabris, atje vizitoj, dhe kështu kanë ndodhur ato vizita nëpër Evropë. Edhe kjo pjesa autostop, kështu si titull shumë interesant. Ta vanë kështu stopa që ndoshta i ke bu në shumë vende apo. Po se cili e rrëfimin e vet apo? Ka rrëfime shumë interesante në libër, sepse në atë kohë, paktën tek ne shqiptarët në Kosovë, pak ka qenë një njohur ky udhtim autostop. Madje pas një udhëtimi pata shkruaj një anekdotë atje se unë derisa i tregoja një shokut në një bife aty se kam qenë, sa kam pagu, në vërtetë që s'kam pagu, e një dy po rrinë atje me një tavolinë i thot njëri atij tjetrit, thot që ky po e rren këtë kolegun e vet, thot shumë e kripi të rrejt ashtu. Unë thasëm po shkoj në Gjilan, pa parë ky në Itali. Mirë po, ma vonë natyrisht i kanë ndryshuar gjanat dhe njerëzit kanë dalë për jashtë dhe kanë pasur çka është autostop. Por unë kam qenë këmbgulës, domethënë të vizitoj sa më shumë, natyrisht më ka pëlqyer kultura e njerëzve, mentaliteti, traditat e ngjashëm dhe kudo që kam shkuar në cilin qytet, spari kam shikuar hartën që mund të vizitoj prej monumenteve të ndryshme historike, kulturore, edhe pastaj gjej në një strehim. Në fakt, autostopi është interesant edhe sa që flasim. Jo më nëse kthehemi në vitet e 70-ta, sepse tash le të themi që edhe në rrjetet sociale kemi pasur mundësi të shohim iniciativat të rinjve të cilët e duan ta bëjnë për vete një udhëtim të tillë që jam e sigurt që mbetet një prej kujtimeve më të vlefshme në jetën e çdo secili që e ndërmerr. Por ne po flasim për vitet e 70-ta, ku edhe situata ka qenë krejt tjetër, edhe kushtet kanë qenë krejt të tjera, edhe siç e përmende, është dashur me orientu me harta, diçka që sot është shumë e lehtë dhe e gjen me çdo pajisje të mençur, por cila ishte shtysa kryesore që juve ju bëri që të ndërmerrnit një udhëtim të tillë në ato kohë? Thënë realisht ndjesha veten të bllokuar në Kosovë,
sepse shihja filmat të ndryshëm, amerikanë, gjermanë, e tjerë, edhe i thash vetit pse nuk dalë dhe unë. Qka kanë ata ma shumë se unë? Edhe pastaj fillova në rëndë partë të mësoj pak gjuhën, gjermanisht, italisht, frëngjisht, varet, ka kisha në plan të shkoj që të pakten, kur shkoj në atë vend, i kam 200-300 fjalë që të mëj me komunikum. Dhe ashtu vazhdova, më dhej. Po udhëtimet, esenca e udhëtimeve ka qenë pra që të marrë diçka nga Evropa, po të jap diçka Evropës. Po e bëj një parantez tu, derisa udhëtoja prej Ljubljanës në drejtim të Sezhanës atje, me ndali njëri, e me mori dhe po më thot ka, po i tregoj nëse ku jam duke shkuar. Tha autostop, prej nga je, tha shqiptar prej Kosovës, tha Makedonës, tha jo, tha shqiptar. Tha që shqiptar, tha autostop, tha atëherë unë pëthom, që e një me profesion, tha avokat. Thash një avokat nuk e dinë se në Kosovë ka shqiptar, thash ne që nga 70-a ka ishin 70, e kemi universitetin, kemi me qindra profesore, doktore, magjistra e tjerë, thash shumë po vjen keq për juve. Po me te nuk shkova gjatë një 7-18 kilometra dhe pastaj unë dam edhe, po s'mujta pa i thonë se do t'jeni si avokat më i ditur. Kishit përkroje, zote Gallaba, pasi që besoj që në këto vende ku i keni vizitu, e përmende një rast në ndoshta në Gjilan, po edhe të tjerë, sa ato fillimet janë kështu të vështira, po që normalisht i rinë mosh, edhe besoj, cili vend ka qenë i pari që i vizitu? I pari në udhëtime kam bërë edhe para vitit 1977, kur i kam përfshitur në libër, kanë qenë hera e parë, të them, kanë qenë në Zvicër, se me 1971 doja të studioja aktrimin në Zagreb edhe shkova atje, nuk me pranuan, thanë se do ta njofësh kroatishtën, thash oj njof serbo-kroatishtën, pse atë? Jo, tha duhet kroatishtën. Atëherë u përqendrova 2 muaj ditë në ato fshatrat të Zagorjes atje, në Zagreb, edhe mësova atë dialektin pak a shumë të tyre dhe në fatin tjetër u paraqita. Atë më thanë, jo se në Prishtinë është hapë një shkolle teatrit edhe mendova se po bëjnë shaka me mu, e lash shkova. Atër nëzora një bilet të trenit dhe mora një farë libër të ashtë të quaj me një 4.000 fjallë dhe shprejke gjermanisht-kroatisht dhe i hipa trenit deri në Zvicër. Deri atje mësova me një deri një qenë, mësova disa fjallë, mësova sepse atje kisha një adres ku mund të shkoja, edhe udhëtova. Pastaj, kur jam kthy në shtëpi, herën tjetër kam shku autostop, do më 72-ën kam fillu autostop në për Evropë. Si është e perceptimi kështu i bashkëmoshatarëve t'juj me rikthime, sepse kur e kthy ki tregu qysh ka qenë kështu si rrëfim, se tash është shumë ma lehtë ja tregojmë njëri tjetrit përmes telefonave dhe këto pajisjeve teknologjike që janë botë reja, apo që atko ndoshta kjo pjesa e kreativitetit ka qenë kështu ma e bukur në kuadër të përshkrimit. Po këtu kam qenë pak a shumë ma i gjalla, jam marrë me sport, njerëzit më kanë njoftën dhe kanë pas një besim se unë ja dalë. Kësaj punë, mirë po thëmë si model i udhëtimit nuk ka qenë kështu fare. Kështu që ma vonë mande janë mësua, dhe kanë ditë, madje edhe prindim kishke një lloj frige. Dhe mas udhëtimit parë, dytë, kur i shpjegoja se çka kam vizitu, ka kam qenë, atër ishte edhe interesuar për të parë. Quajmë këtu në Itali, në vitin 1977, pjesa e parë e këtij libri është pikërisht Italia. Çfarë janë kujtimet e juaja pikërisht në Itali, në këtë autostopin e parë? Po e nisë me atë fotografi që është aty. Ndoshta edhe e kemi, po e vendosë dhe kështu. Unë stopoja atje makina ndryshme, nuk mërzitesha fort, sepse thësha nëse 10-100 nuk më marrin, merr 1.000 makina shkonin për gjysmorë, kështu që nuk e kisha problem. Sa të binte me pritë, derisa ndale një makinë? Sa ka qenë periudha ma e gjatë, ndoshta që jeni duhet? Ma e gjatë, do ta shpjegoj pak më vonë, po tashti pas një gjysmore,
e ndali një kombi, edhe po më fishklon, se unë mendova që shkoj, edhe u këthyn. Hyra mbrenda, ata ishin njës 2 vlezër, 2 motra edhe një shoqe tyre për në Marateja, atje në detin e Tirenos, në pushime. Edhe më morën mu. Okej. Rrugës ka që ishtek, ja nisën ata me këndu, dhe kangë italiane që ne i këshim njënë për filma, ja nisë adhën tash po këndojmë me ta. Tha pa, a në mëson një Shqip. Tha Shqip, unë s'ti isha, ku me ditë në një, po mu kujtu e Luan Hajrës, ajo kënga e Roka Mandolinën. Edhe po fillojmë bashkë me këndu me ta, atëherë insistun ata që ta mësojnë, e mësun edhe një 4-5 orë sa kemi udhëtuar dhe kemi shku bashkë me ta dhe, kur shkum ishte po mbrami, ku do të shkoja unë? Thanë, ja me ne, okej. Shkun ata ishin dilemë ta vendosin tenden apo jo. Thash tenden u a vendosi unë, shpejt e vendosa tenden se isha i shkath për ato punë. Edhe fjetëm atë natë aty, nesër me ndollëm në det aty. Edhe aji, me qenë se notoja mirë, kishte siguri më shumë të konë se të vlaj vetë. Mande ishte edhe një farë, se ishte shkëmb aty. Edhe unë kërceja mirë në të kohë, se isha i ri, edhe merja turë, si thonë, një 10 metra, shenjoja atje vendi ku do të shkëputem, sepse ishte një 12 metra, edhe gjuhesha ashtu. Po, ashtë këtë foto, po, ja, kjo për shembull nuk ka qenë ndonjë shkëputje artistike, po ishte shkëputje me një këmbë dhe duhemi pas kujdes se ishin dy gurt mëdhej nën ujë aty, që ishte rrezik. Dhe nejta një javë, pastaj të ta mësafir. Pastaj shkova tek arbreshët e Italisë. Çfarë ishin kujtimet, çfarë ishin bisedat me arbreshët? Gjithmonë zgjojnë interesim këto çështje që kanë të bëjnë me arbreshët, megjithatë ne po flasim përpara 50 viteve, kështu që besoj se keni kujtime shumë të bukura nga atje. Të më drejtën, në fillim nuk mendoja se do të kem ndonjë farë emocioni. Do t'i takoj disa bashkëvendas apo bashkëkombas tanë, mirë po, sa po u futa atje, u takova me njerëz, me pritën pastaj shumë mirë, atër emocionosha edhe më shumë, po edhe u shoqërorizum, u takova me një Agustin Gjordani, profesori i gjuhës shqipe, një xhaxhai i tij, Emanuel Gjordani i njoftun përndryshe. Unë që është e vërteta kërkova aty një profesor që e kisha pa në emision, sepse Skënder Blakaj një vit më parë pa të bërë 4 emisiona, 5 shtu tek arbreshët. Edhe ishte një Francesco Solana që ne kërkoja ato, pa i kishe në Shqipëri. Edhe në një librari aty pash një revist kështu, Zëri Arbreshë. Edhe e morën atë, thashtë ta blej. Ai ma dha falas, nuk vjen shprehje tha me ta shit, okej. Sepse aty pash një vjersh shumë interesante, një vjersh për Kosovën që kishte bërë një Fener Dedja, ishte pseudonim, po ishte një libër i ndaluar për Kosovën. Po të ma gjenin dikun në për Serbi, natyrisht që do të mbusnin burg. Po, mi po vendosa që deri në kufi ta mësoj atë poezi me një 7-8 strofa po gjata. Edhe është po e hedhi pastaj. Po së më bona bale, futa në fund çantës atje tash hajtë një burg të vogël ma japi. E blenë. Po kisha plot shokun në përbugje, nuk ishtë pastaj, ku me di çfarë, se s'bëjmë nami. Po ishin vargje shumë karakteristike, madje disa më kujtonë sot, të zonë sa pasur e Kosovë në sipërfaqe ke ngruar misër, lule dielli, për një pogaçe vdesin uri e familjet, se to ka mbeti djerë, supunua nga Vllavraçja, Guliotoku e nishi ndërtua. Ishin domthonë strofa shumë gjata, po. Kem mbajt mend edhe sot asaj dite. Mas 50 vjetësh. Zoti Kallaba, shohim disa fotografi që po i sheh kështu drejt e keti aty, ndërsa ne kemi kështu në anën e djathtë, por sidoqë që tjetë janë disa prej fotografive të juaja, të shokëve dhe që në fundit fotografia tregon më së miri për ato edhe kujtimet e juja vetë, ndoshta në cilin bend. Çka po shohim, ndoshta është mirë edhe të publikun po për ne. Aktualisht këtu jemi në Rheinfeld, të Zvicrës, atje. Rheinfeld, një farë.
afër Sangallës, Schaffhausenit atje. Këtu jam në Karlsruhe duke stopuar, një kolege dhe autostoper. Këtu në Buckingham Palace në Londër. Në 1980 pas këtë qenë në Monte Carlo. Po, që kjo është Monte Carlo, pikrisht. Kjo Monte Carlo. Edhe ishte e bukur si tash. Po, e bukur. Gjithmonë, a? Kam qenë 79 edhe 80-ën. Edhe 80-ën, se po e shoh edhe këtu në fotografi. Bëre me që atje? Se kom përshtypjen kështu duke kalu dikush. Aty ishte një histori shumë interesante. Rrugës në Grenoble, në hyrjet aty në fillim të Francës nga Zvicra, mu bashkangjitë një djalë 14 vjeçar. Ishte i gjatë sa unë, po me mosh ishte i ri. Edhe kur hym te porta e Monte Carlos, na ndali policia. Ne patëm hequr tesha se ishte vap edhe zatën. Edhe kur e pa se ai ishte i mitur, na çon drejt në polici. Edhe natyrisht mu më quan shumë shpejt, po atë thanë nuk e lëm se është ende i mitur, pa një prind nuk kuzata. Shumë po marr përshtypje do të kujdesem për te se ishte i ri, po. Edhe kështu që vetëm shëdita në për qytet. Të përmbushke edhe në atë kohë kjo pjesa e shëtitjeve, se sot e shohim që fatmirësisht kemi sot vizat, po që ndoshta po thojmë, po kur do që po na bie, po ideja është që përse që udhëtimet përmbushë, dhe kjo është ndoshta edhe qëllimi i librit, që më ju tregu ndoshta gjeneratave të reja që udhëtimi të plotëson, mëson besa shumë nga event ka boty, kështu me pas një lloj po e quaj multikulturalizëm, kuptime që ki pas shumë muze, gjëra të mira, historitë e popujve. Unë punoja në televizionin e Prishtinës dhe ne kishim pushim varet 25 ditë, 30 ditë, do një ditë ndoshta edhe merrsha hua, si të them, po nuk kisha ma shumë kohë, po udhëtimet e bëja brenda kësaj kohe. Po të kisha pasur më shumë kohë, natyrisht, si nuk kisha ndalë deri në Japoni, sepse vullneti ka qenë i madh, por mundësit kanë qenë të tilla. Edhe mjaftohesha nëse babai më jepte lejen për me shku. Para nuk më duheshin, merrsha një gjysmë rrogë ose një rrogë televizionit, edhe ktheja ndonjë para, sepse ndalesha dikun punoja një ditë, dy, merrsha ndonjë mark ose frangë edhe Zoti Galloba pas ke qenë djali i gjallë, nësa po e shohim, edhe i shkafët apo jo. Pa ashtu. Deri dikund, a? Po merresha edhe me sport, që është vërteta në 1976 bashkë me disa shokë ne themelum bodybuildingun, klubin e bodybuildingut në Prishtinë, i vetëm në Kosovë atëherë. Edhe merresha vazhdimisht edhe me ushtrimet e tilla. Po ajo pastaj më ka ndihmu, po edhe diçka më ka ndihmu tjetër, se babai im ishte mësues, por merrej edhe me bletari. Edhe gjithmonë kisha një kavanoz me blet, një ose dy, me mjalt. Edhe sa po më lëshonte energjia, një lugë mjalt edhe... Shkati për mjalt bio. Natyrisht 4-5 kg hupja kur kthehesha nga udhëtimi, po ishte kënaqësi. Më mbete bërë se pyetja sa ka qenë koha më e gjatë që ju keni prit për autostop. Më tha që më vonë, mesoj do me lidh me ndonjë ngjarje. Kur u largova nga Arbreshët atje, me ftuan në drek, profesori Agustin Gjordana, dhe pas dreke ata me lutën që të flijat në aty, thash jo, ishte ora 5, mas dite, dola në një cep të rrugës. Po e kisha bërë plan që të vazhdo. Po nuk kisha dhe shumë kohë, duhet kthehesha, edhe s'di pse ngurrova ashtu. Kur duke pritur, erdhen pas me edhe një dy vajza. Dhe ta shënë si gentleman që boni valja shrendin aty në vajzave. Ato hipen me një makinë, po pastaj ma nuk e ndali askush. Edhe unë pastaj kam udhëtuar në brami një 5 orë, derisa kam rri me një farfshati, sepse ishin si malet rreth Kaçaniku tek ne atje, pa ndërtesa, pa vendbanime. Pastaj nesërmen kam vazhduar një 4-5 orë, derisa kam arrit me një, janë këto pushimorët në për magjistrale që i bonë. Edhe aty njeni të shprish një makinë, një burë dhe 2 gra, tha shka ka, tha jemi në zarta. Thasha, po mërni mu deri dikon, jo, tha, neve nga ka prish makina, unë edhe pa vlajnë tim një karburator që shërregullon të, e mora pastrova dhe unë desë, tha, mos i në ndreqe makinën, hajde me neve. Një 120 kilometra. Po, por edhe atyre pas ka qenë, po e thëmë, kështu kosta me qenë gentleman, zëti Galloba, po? Gjithmonë e ka kostën e vetë.
Kështu që për ata, po të pak në nesër pas ke po zgjidhje. Po. Po mirë, tash në perspektivën sot, kur shambull je edhe i mendon, besoj ja ka vlerë gjitha këto udhime kështu në përgjithësi, si e shes sot, se besoj që edhe sot udhton, kur do që ki kohë dhe mundesh kështu me pa, i ki vizitu gjitha vendet në Evropë, ki qenë në shumicën e vendeve. Po kam qenë shumicën e vendeve, madje në vitin 2019, po e them gruas me që ishim 20 vjetë bashkë tash, po të premtoj 20 qytetet e Evropës keme i pa. Ja ki të regu gruas gjitha këto udhime? Po, pastaj kur e bëm një udhim me ta, e qojsha, unë ka kam shku autostop. Se vetë reguas dhe ka lapa, ki pas shoqe kanë marë, ka pas detaje, ka kërku ma shortja këto detaje, apo... Detajet ka kërku, po jo llogari. A llogari, jo, e pa mirë, vejë. Pas kish më të mirë, do të thënë. Edhe bëm pastaj një udhim që nga Budapesti, Vjena, Praga, Minheni, deri atje në Oslo. Tani me makinë, po, tash me makinë. Bëm dhe shkuam pastaj në ato vende, Monaco, Monte Carlo, Bregdeti i Francës atje që ishte fenomenal. Shumë i bukur. Po, dhe ua preferoj trime që sa po t'jepet mundësia le dalin, le t'hecin, se edhe japin diçka, edhe marrin diçka. E ka që në gjitha këto vende që keni pa, cili është vendi që ju ka lënë një përshtypje të veçantë? Jugu i Francës më ka pëlqy shumë, po ka marrë përfundim se nuk ka vend keq. Këte po e marrë një ilustrim tek ne, thëmë fshati jem, s'ka kur gjo. Jo, fshati jem është shumë i pasur. Fshati juve, i se cilit. Qyteti i Prishtinës është shumë e pasur, ka shumë qka, sepse ka një 2-13 vjetë që merre me turizm dhe sjellë musafir nga Zvicra, edhe ata kënaqen kur vinë këtu. Thjesht kur dalin fshatet, jo, këtu që e ka për mund, këtu po du me jetu. Dhe... Po flasim që vinë nga Zvicra, Po nga Zvicra, po vjen me një fshat tonin atje, çka do me thonë? Ne duhet të organizohemi prej qeverisë deri tek organet me tulta të komunës, edhe njëzët ju mundsojmë që ata që duan me punu, le të punojnë edhe le të kenë. Dhe sot, ne në fshatin tonë, të azëm atje, është një pist ku ushtrojnë atletët që në kanë prezentu edhe në Olimpiad, është klubi atletik i Roganës, dhe aty i qoj e shofin ata pistet dhe knaqen, dhe të gjithë turistat që vinë një dit, ose një natë e kalojnë të kun në fshat. Aty pastaj gatujmë bashkë, lozime, këndojme, edhe kështu. Mirë, flasim për detajet edhe pak të librit, pasi që jemi në fund, kur do të promovohet, si e ke plan kështu që ta promovosh, do keni musafir? Uroj që pjesa pare promovimit është kjo, që po e bëni ju dhe i falenderoj shumë, ndërka që besoj që gjatë kësaj vjeshte do të bëhet edhe promovimi në Prishtinë ose në Kamenicës së Gjilanvarit. Kuj do t'i dedikohej ky libër? Kur shumë mendon që do t'janë lexuesit ata të cilët do të bëhen kurioz për këtë libër? Po unë mendoj se të rinjt që shohin shumë çka në media sociale dhe në televizione, por nuk kanë mundësi që të shkojnë të vizitojnë, ata do t'jenë më kurrështar dhe do të iniciojnë, domethënë mundësit me gjetë për me shku me vizitu. Ta zënë vajza ime me bashkëshortin e saj në 2019 kanë me pak para 1.000 euro, 2.000 nuk e disa, po kanë hes një 17 shtete në për Evropë me tren dhe me anije, me çka kanë pas. Dhe pikërisht në atë vend ku është e fotografi, e kishte bërë vajza një fotografi dhe po ma dërgon. Më kapi një nostalgji, po u gëzova një kosisht se do më thonë, ja edhe ajo arriti të bëj një gjë të tillë. Në kohë me qenë se ju kemi këtu, a mund të flasim pak edhe për libra këta në viteve të kaluara, apo jo? Po, kjo është një monografi për familjen time, Kallaba. Kam punu një 3-4 vjetë aty, por më në fund doli dhe janë përfshin një 3-4 generatën, që nga gjyshjes të gjyshje. Gjyshi ka qenë një hoxhi i njohur i kohës dhe një përparimtar, ka ndalu shpërnguljen në Turqi, edhe ka mbajt regjistra të amzës atje që sot mu po më kryen punë. Babaj një mësus i përkushtuar, ka hapë për herë pa një shkollë në Bosavat dhe
natyrisht sot edhe nxënësit e tij janë 2-3 që kanë mbetë gjallë, përndryshe ka qenë vitin 1948. Pastaj të gjithë familjarët, profesor, pedagog, mësues, kryesisht me arsim, atë na kalon atë pasuri, babai, tokës na kalon, po Më shumë. këtë na kalon. Dhe unë tash jam zotu, them drejtën që t'ju la diçka gjeneratave tashme, sepse babai më thonte mund të jetosh 200 vjet, po 100 vjet shekulli i parë është joti që ta ka dhënë natyra, dytin e bën nëse lën vepra, nëse. Po, keni bërë edhe këtë libër që flet për Vatrën, që është padyshim një prej atyre ansambleve që edhe ne në kuadrët e emisionit tonë kemi pasur në lidhje të drejtë për këtë din me kënd kemi mbajtur intervistën, por kur e pash më kujtu që po, që funksionon në Zyre të Zvicrës edhe ka gjenerata nga më të ndryshmet atje dhe unë i vlerësoj shumë të tilla iniciativa të mërgjimtarëve tonë të cilët bëjnë çmos që ta ruajnë traditën edhe kulturën tonë edhe t'ju trashëgojnë edhe fëmijëve të tyre të rinjve. Për Zvicrët duhen shumë orë emision për me i dalë në kryt, por unë po e rrumbullaksoj kështu. Kam qëndruar një 4 vjet e gjysmë si refugjat pa familje. Kam vepru thuajse 24 orë në ditë, sepse atë mungesën e familjes kam dashur ta shkrij në aktivitete, kam punu një 2 vjet për botën sot, pastaj kam bërë vetë një gazetë info shqiptare, ku kam dhënë informacione për refugjatët që i kishim pranuar dhe donin të ktheheshin. Një vit kam punu në kthimin vullnetar të refugjatëve, domethënë kam ndihmuar ata që të kthehen në Kosovë dhe me 31 korrik jam kthy edhe vetë ku kam qenë i 32 miti në radhë. Ndërkaq kjo si vjet me dha një mirënjohje me rastin e 30 vjetorit, e këtë e kam bërë me rastin e 25 vjetorit të funksionimit të tyre që kanë qenë shumë aktiv, po që unë kam pas fatin të përcjell nga fillimi. Mirë shumë, zoti Gallaba, ne fillimisht turojmë shumë shëndet, edhe po shpresoj shumë që do shihemi prapë me projekte të reja, po besoj shumë që do të kemi përsëri për me na dërguar mandej edhe komentet për librin, edhe po shpresoj shumë që do shihemi shpejt. Patjetër, unë jam i gatshëm kur do herë, pastaj këtu ndihem si në shtëpi time disi edhe. Me të drejtë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit shumë.